Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit janë një prej çështjeve më të rëndësishme në shoqëri. Korrupsioni cenon besimin e publikut në institucionet publike dhe bën që institucionet publike të kthehen në funksion të interesave private dhe jo në funksion të interesit publik. Korrupsioni është ndër arsyet kryesore të mungesës së zhvillimit ekonomik. Në rastin e Kosovës, ka kohë që parandalimi dhe luftimi i korrupsionit paraqiten si nevojë dhe urgjencë shoqërore. Për këtë qëllim, deri më tani janë ndërmarrë mosa të ndryshme, ku vazhdimisht janë miratuar e ndryshuar ligje të shumta dhe janë themeluar mekanizma të ndryshëm. Megjithatë, deri më tani Kosova nuk ka treguar rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit, duke e pasur parasysh se përgjegjësinë primare për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit e kanë institucionet të cilat janë të mandatuara ta bëjnë këtë. Angazhimi i gjithë shoqërisë në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit është i një rëndësie të veçantë. Për ta bërë këtë, kruciale është njohja e konceptit të korrupsionit, institucioneve që janë të mandatuara për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin, procedurat e raportimit dhe trajtimit të rasteve të korrupsionit e të tjera të ngjashme. Ky modul trajnimi ka për synim trajtimin e temave të ndryshme që kanë të bëjnë me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Duke filluar me definimet bazike në lidhje me korrupsionin, ky modul trajton edhe mekanizmat kundër korrupsionit në Kosovë dhe mënyrat, mosat adekuate që duhet ndërmarrë me qëllim të parandalimit dhe luftimit të korrupsionit. Njëra prej mosave më të fuqishme për parandalimin e korrupsionit është sinjalizimi. Të punësuarit në sektorin publik dhe privat shpesh kanë informacione të rëndësishme se një shkelje ka ndodhur, është duke ndodhur apo ka mundësi të ndodhë. Raportimi i këtyre informacioneve është një rëndësie të veçantë për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Megjithatë, për shkak të rrezikut të hakmarrjes që vije si pasojë e këtij raportimi, të punësuarit mund të hezitojnë që të raportojnë. Me qëllim të mbrojtjes së sinjalizuesve nga veprimet hakmarrëse për shkak të sinjalizimit të bërë, Kosova tani më ka miratuar ligjin për mbrojtjen e sinjalizuesve. Me qëllim të shfrytëzimit adekuat të mbrojtjes që ofron ky ligj, njohja me dispozitat e këtij ligji është një rëndësie të veçantë. Ky modul ofron sqarime detajuese në lidhje me kuptimin e procedurës së sinjalizimit, mbrojtjes që ofrohet sinjalizuesve dhe procedurës së realizimit të mbrojtjes së përcaktuar me ligj. Në anën tjetër, parandalimi i konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik është mosë e rëndësishme për ruajtjen e integritetit të institucioneve publike. Kjo në atë mënyrë që të shmangën situatat e vendimarrjes nga një zyrtar publik i cili në një çështje zyrtare ka një interes privat. Ky modul do të ofrojë sqarime të mjaftueshme të cilat mundsojnë identifikimin, raportimin dhe shmangjen e konfliktit të interesit. Përtej kësaj, moduli elaboron edhe rëndësinë e transparencës në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Ajo çfarë është e rëndësishme të theksohet është se përpos sqarimit konceptual, moduli ofron edhe shpjegime praktike se si ju mund ta realizoni transparencën në rastet kur institucionet publike refuzojnë të jenë transparent. Dhe po ashtu, moduli trajton edhe gjendjen aktuale të luftimit të korrupsionit në Kosovë, duke përfunduar me reformat që nevojiten në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit.